Shporta konsumatore e cila duhet i ti parashite shpenzimet mujore për një familje 3 antarëshe ka ndryshuar. Tani do t'i parashe shpenzimet për një familje 4 antarëshe. Ka njoftuar Ministri i Ekonomisë dhe Punës Besar Durmishi. Ai tha se shporta është në fazën përfundimtare dhe pas verifikimit të përfaqësueshmërisë së sindikatave. Në seancën e parë të Këshillit Ekonomiko-Social do të vendoset në rendite. E dim që është në përfundim formimi i Këshillit Ekonomiko-Social. Shporta konsumatore tashmë është në fazën përfundimtare. Në momenti që do të formohet ky këshill, ajo do të jetë e disponueshme edhe për partnerët tanë social, për mediumet dhe për qytetarët. Duke folur për shportën minimale sindikale e cila për muajin qershor për një familje 4 antarëshe ishte mbi 64.000 denar. Durmishi tha se kjo shport nuk është reale sepse nuk ka të dhëna të sakta. Ai theksoi se sindikatat në shportën aktuale i marrin çmimet vetëm nga një market, ndërkaq që në shportën e re konsumatore tha se çmimet do të merren nga 3 deri në 5 markete. Shporta konsumatore sindikatave nuk është reale, prandaj po përgatisim një shport që do të jetë e përshtatshme, me të dhëna reale dhe realisht do të jenë në njohuri qytetarët se sa shpenzime mujore do t'i kenë të nevojshme për një familje 4 antarëshe. Kjo shport nuk është reale sepse numrat nuk janë të saktë. Një pjesë ushqimeve dhe pijeve kanë vendosur produkte që nuk i takojnë asaj periudhe kohore ose nuk i takojnë asaj shporte. I pyetur lidhur me çmimet e produkteve ushqimore për të cilat qytetarët vazhdimisht janë ankuar se janë rritur në mënyrë enorme. Durmishi edhe një herë përsëriti qëndrimin se nëse të dhënat e Inspektoratit të Tregut pas 30 qershori do të konstatojnë se ka pasur rritje të çmimeve në mënyrë të paarsyeshme. Qeveria do të sjellë masa më afatgjate dhe jo si ato të kaluara që ishin masa afatshkurta. Ndryshe, shporta minimale sindikale e publikuar ditë më parë për muajin qershor arriti në 64.698 denar, duke shënuar rritje për 790 denar krahasuar me muajin maj.